të arrijë në një pikë kaq të mirë legislative, çdo gjë të rregullohet nga kjo se si e tham. Çfarë ju kishte thonë prindërve të cilët e kanë gjetë veten shpesh duke u ankuar për largimin e një fëmije në një plagë? Unë prindërve të gjithëve ju bëj thirrje që të mos dërzohen asnjëherë, për shkak se kur janë adresu dhe kanë marrë masa dhe kur e kanë çu procesin përpara, gjithmonë kanë pas dyrë të hapura. Domethënë sepse ndonjëherë për shkak të afektit që prindi ka lënë, i errësohet edhe arsyeja, logjika. Dhe thot që les, veç mos me çuma në shkollë, këtu më ka ardhur, s'kam mbështetje, jo ka dalë se kam mbështetje. Domethënë kemi pas shumë raste kur na i kemi përcjell raportet e vlerësimit, kemi bërë rekomandimet, kërkesat, janë hap dyert. Domethënë ndoshta prindi ndonjëherë po dështon pak me prezantu sakt situatën e fëmijët dhe pastaj edhe po keq interpretohet dhe nuk po punohet si duhet në këto rrethana. Mirë po, prindi fillimisht duhet me qenë i hapur. Në bashkëpunues e pastaj ne jemi hallka tjetër që ndihmojmë për me zgjidhur këtë proces.